Vetëm një gotë nga çaji i thrave japin lëmë të mirë çdo sëmundje, ja si t'i përdorni. Dhimbjet e kyçeve vijnë për shkak të sëmundjeve dhe problemeve të ndryshme shëndetësore, duke i lënë personat në agoni dhe në vuajtje të plotë. Këto dhimbje trajtohen me disa receta mjekësore dhe një prej më të mirave është ajo e përdorimit të hithrës. Kjo bimë është kaq efikase sa që mund të sjellë përfitime të mira për organizmin, dhe një prej tyre është edhe lehtësimi dhe zbutja e këtyre inflamacioneve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ajo lufton inflamacionin në organizëm që përkeçojnë entjen dhe gjithashtu largojnë edhe dhimbjet e tyre. Një nga mënyrat më të mira për të filluar ditën dhe për të përfituar këto vlera është edhe konsumi i çajit të hithrave. Të freskëta ose të thata ato kanë ndikime pozitive në mbrojtjen e shëndetit. Çaji i hithrave përmban shumë minerale të rëndësishme, përfshirë kalciumin, magnezin dhe hekurin. Kjo e bën këtë çaj të jashtëzakonshëm për njerëzit që vuajnë nga anemia, por edhe për parandalimin e sëmundjeve që gërryejnë kockat me kalimin e moshës. Çaji i hithrave të freskëta mund të jetë një mundësi shumë e mirë për të nisur ditën. Për këtë çaj u nevojitet 1 filxhan çaj me hithra të freskëta dhe 2 filxhan çaj me ujë. Mbani doreza gjatë pastrimit të hithrave dhe i lani ato me ujë të bollshëm. Më pas hidhini në tenxhere dhe e lini të marrë në një val. Uleni zjarrin dhe e lini të ziejë për pak kohë. Menjëherë më pas skulloni lëngun dhe e pini atë. Shtoni mjaltin dhe kështu do të merrni përfitime të duhura. Çaji nga gjethet e hithrave mund të jetë një mundësi shumë e mirë edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Merrni një lugë çaji me gjethe të thata dhe hidheni atë në çajnik. Me rreth 2 gota ujë, i zjeni hithrat për 10 minuta. Më pas skulloni lëngun, shtoni mjaltin ëmbëlsuar dhe pak kanellë dhe kështu mund të përdorni këtë recetë edhe kundër inflamacioneve të ndryshme. Çaji duhet të konsumohet i ngrohtë në mënyrë që të merrni edhe përfitimet e tij. Mund të pini 1 ose 2 gota në ditë për sa kohë ndjeni veten më mirë. Çaji i hithrave është i fortë dhe ka efekte të menjëhershme në organizëm. Për shkak të flavonoideve, karotenoideve, vitaminave dhe mineraleve, hithra është veçanërisht e pasur me kalcium dhe magnez, madje më shumë se barishte dhe zarzavatet e tjera. Flavonoidet dhe karotenoidet që gjenden te çaji i hithrave, së bashku me vitaminën C, i japin kësaj pije efikasitet të plotë në lidhje me fuqizimin e sistemit imunitar. Aplikimet të ndryshme të hithrës janë po aq efikase, madje edhe më të drejtpërdrejta, por gjithmonë sugjerohet të pini çajin e hithrës për të përfituar në maksimum prej vlerave të tyre. Kështu hithra mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë edhe për të arritur përfitimet të organizmit edhe për të evituar kështu komplikacionet. Hithra është një bimë e cila mund të ofrojë shumë përfitime në dobi të shëndetit. Një tenxhere e vogël me hithra mund të shtohen gjithashtu edhe në një çaj fantastik. Në tenxhere mund të hidhni 1 filxhan gjethe të hithrave dhe 2 gota me ujë. Shtoni më shumë ujë nëse preferoni një çaj më të dobët. Lëreni të vlojë dhe më pas hiqeni nga zjarri. Lërini gjethet të qëndrojnë më pas për rreth 5 minuta. Hidheni në një sit për ta shërbyer. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni me përdorimin e çajit të hithrave? Ato ofrojnë përfitime të mira antiinflamatore. Hithrat kanë në veti antiinflamatore që mund të ndihmojnë në kundër çrregullimeve inflamatore dhe reduktimin e simptomave në kushte të tilla si ekzema, artriti dhe psoriaza. Hithrat janë gjithashtu shumë të pasura me antioksidant. Çaji i hithrës përmban edhe nivele të larta të antioksidantëve. Një dietë e pasur me këta antioksidant mund të ndihmojë gjithashtu edhe në mbrojtjen më të mirë të qelizave tona nga dëmtime të ndryshme dhe të zvogëlojë riskun e sëmundjeve të caktuara, si sëmundjet e zemrës dhe disa lloje të problemeve të radikaleve të lira që shkaktojnë probleme të ndryshme në shëndetin tuaj. Hithra do të mbështesin gjithashtu edhe shëndetin tuaj të kockave, duke lehtësuar kështu komplikacionet e tyre dhe duke nxitur një organizëm më të mirë, më të shëndetshëm dhe duke parandaluar kështu komplikacionet e tyre. Shtimi i hithrave në dietën tuaj mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese, gjithashtu ato mund të ndikojnë drejt për së drejti në reduktimin e inflamacionit dhe parandalimin e shqetësimeve të trupit.
Hithra ndihmon edhe falë fosforit, zinkut, vitaminës K, kalciumit, magnezit e të tjera, të cilat japin rezultate mjaft të mira ushqyese për kockat tuaja. Hithrat kanë veti të mira për shëndetin tuaj të lëkurës. Hithrat janë një antihistamin natyrale dhe kanë veti antiinflamatore dhe antibakteriale që mund të ndihmojnë në trajtimin e një sër komplikacionesh, siç janë puçrat dhe ekzemat. Ato mund të ndihmojnë gjithashtu edhe në shëndetin tuaj duke reduktuar edhe problemet e meshkujve. Vetit antiinflamatore dhe antivirale të hithrave janë të njohura se ndihmojnë në uljen e simptomave të problemeve të prostatës dhe mund të ndikojnë pozitivisht në çdo aspekt të shëndetit tuaj. Shtimi i hithrave në dietën tuaj mund të zvogëlojë dhimbjet te persona të cilët do vuajnë nga problemet siç janë edhe ato të artritit. Hithrat mund të përmirësojnë shumë aspekte të shëndetit tuaj në tërësi. Është të zbuluar se hithrat do të përmirësojnë edhe nivelet e sheqerit në trupin tuaj. Hithrat do të rrisin numrin e elementeve beta të pankreasit në trup, të cilat luajnë gjithashtu një rol jetik për hemostazën e glukozës dhe janë burimi kryesor i hemoglobinës. Ato ndihmojnë për të mbajtur konstant gjithashtu edhe të shëndetshëm nivelin e kolesterolit në trup. Hithrat do të përmbajnë fitokimikate të quajtura quercetina, të cilat do të ndihmojnë dukshëm edhe në uljen e kolesterolit të keq dhe gjithashtu edhe në mbrojtjen më të mirë të shëndetit tuaj. Shtimi i produkteve natyrale që gjenden te hithra do të ndihmojnë në përmirësimin e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj hithrat mund të jenë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese për të nisur ditën dhe për të parandaluar kështu komplikacionet e shëndetit. Hithrat mund të ndihmojnë në uljen e presionit të lartë të gjakut. Disa kërkime kanë treguar se pirja çdo ditë e çajit të hithrës rregullisht mund të ndihmojë në uljen e presionit të lartë të gjakut, përsa koha ajo është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në përditshmërinë e dietës suaj. Ndikimi që do të ofrojë në shëndet do ta bëjë atë një prej produkteve më fantastike ushqyese dhe lehtësuese për organizmin tuaj. Këto veti të hithrës do të luajnë një rol pozitiv në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Shtimi i hithrave në menun tuaj ditore do të ndikojë pozitivisht edhe në rritjen e përfitimeve të shëndetit tuaj. Kërkimet kanë treguar se çaji i hithrave në veçanti mund të jetë një mbrojtës shumë i mirë dhe një parandalues kundër inflamacioneve dhe të ndikojë pozitivisht në rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj përfitoni në maksimum nga hithra dhe rrisni nivelin e shëndetit tuaj. Hithra ka element të mirë të cilët do të parandalojnë edhe formimin tuaj të gurëve në veshka dhe në problemet të traktit tuaj urinar. Lëngu i hithrave është një diuretik shumë i mirë natyror, që mund t'japë gjithashtu rezultate konkrete pozitive në shëndetin tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse doni të përfitoni më shumë prej vlerave të tij, sigurohuni që hithrën ta keni pjesë të rëndësishme të dietave tuaja ditore. Ajo mund të jetë një lehtësuese shumë e mirë kundër problemeve dhe infeksioneve tuaja urinare. Hithra do të lehtësojë edhe dhimbjet e gjymtyrëve tek meshkujt. Gjithashtu hithra ka qenë e përdorur që në kohët e lashta edhe si një trajtim i artritit. Ka veti të mira antiinflamatore dhe mund të reduktojë dhimbjet tuaja në mënyrë të rregullt, duke siguruar gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe duke parandaluar komplikacionet të tij. Përfitoni në maksimum nga vlerat e hithrës dhe rezultatet që do të merrni do të jenë një ndihmë shumë e çmuar për shëndetin dhe gjithashtu mund të parandaloni edhe komplikacionet. Ekspertët citojnë se hithrat janë të mira kundër problemeve të lëkurës dhe ekzemave të saj. Për shkak të vetive antibakteriale që ka, hithra mund të jetë gjithashtu një përzgjedhje shumë e mirë për organizmin tuaj. Përdorimi i saj me kujdes në përditshmërinë e dietave tuaja mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira edhe në reduktimin e inflamacioneve dhe jo vetëm. Vëmendje,
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.